Ditën e sotme ka dështuar seanca e shqyrtimit fillestar ndaj ministres në detyrë të Mintit, Rozeta Hajdari, dhe të akuzuarve të tjerë për rastin e rezervave shtetërore. Arsyeja është se zonja Hajdari nuk ishte prezent në seancë. Ai ka thënë se nuk ka pranuar thirrje nga ana e gjykatës, prandaj nuk ka qenë atje. Por kolega ime Valmira Hoti ka qenë prezente atje. Ani pse s'ka pranuar thirrje apo vetëm njoftimin për media. Mirë se erdhe Valmira. Mirë si o gjeta, Lorek. Çka ndodhi sot? Po në fakt, seanca e shqyrtimit fillestar nisi ashtu siç ishte parapar në orën 9:30, por që në këtë seancë mungoi ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari e akuzuar në rastin e rezervave shtetërore, ndonse siç u tha, nga trupi gjykues ftesa do të i kishte shkuar të njëjtës, por që trupi gjykues nuk kishte marrë një konfirmim nëse ajo kishte pranuar apo jo ftesën. Megjithatë, ndryshe pra nga ministrja Hajdari, e cila mungoi, aty ishte prezent avokati i ministres Hajdari, pra do thotë Florenta Latifa, i cili kishte pranuar ftesën për seancë, por jo edhe ministrja Hajdari. Ministrja tha që nuk ishte marrë thirrjen nga ana gjykatës për prezencë në seancë, por që gjykata e tha dhe më pas pra përmes një reagimi që ftesa i kishte shkuar, por që gjykata s'ka marrë konfirmim nëse njëjta pra siç e thashë më herët e kishte pranuar ftesën e gjykatës për të paraqitur pra në seancën e sotme të shqyrtimit fillestar, ku edhe nisi procesi gjyqësor në rastin e rezervave shtetërore. Por ndryshe nga ministrja Hajdari, e cila nuk ishte prezente, aty ishin prezent 3 akuzuarit e tjerë në këtë rast, pra që ngarkohen pothuajse me akuzat e njëjta sikurse dhe ministrja Hajdari, do thotë zëvendës sekretari i ministrisë Irfan Lipovica, po ashtu edhe drejtori i departamentit për rezerva Hafez Gara, e po ashtu edhe afaristi Ridvan Muharremi, që të tre ishin të pranishëm, ndonse Muharremi erdhi më vonesë në seancë bashkë me avokatin e tij. Pse më vones? U tha nga ana avokatit se e kishin gatruar sallën. Kjo gjë u arsyetua nga trupi gjykues, me që seanca ishte parapar të mbahej fillimisht në një sallë tjetër, por që më pas e kishin ndruar vendodhjen e mbajtjes së seancës. Mirë, akuza është e rëndë dhe besoj ka vëmendje edhe nga ana e qytetarëve përgjithsisht për të. Po sigurisht, akuza është e rëndë, akuzohen për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar, si dhe për zbulim të fshetsisë zyrtare. Akuza këto të rënda, të cilat i ngarkojnë pra ministrën Hajdari dhe 2 të akuzuarit e tjerë zyrtar të ministrisë, zëvendës sekretari i ministrisë Lipovica dhe drejtori i departamentit për rezerva Gara, derisa do thotë për veprën penale do thotë ndihmë në kryerjen e kësaj vepre, akuzohet edhe afaristi Ridvan Muharremi. Sipas këtij akuzës të ngritur me 11 nëntor nga prokuria speciale, Hajdari dhe 2 zyrtarët Lipovica dhe Gara dyshohen se në bashkëkryerje i kanë keqpërdorur detyrat zyrtare dhe autoritetin zyrtar me qëllim të përfitimit të pasurisë për persona të tjerë, duke i shkaktuar kështu dëm buxhetit të shtetit rreth 3 milion euro. E gjithë pra kjo situatë, ky rast ka të bëjë në muajin, pra me ndodhi në muajin shkurt të mars të 2022-s, ku ata dyshohen se aso kohë kishin blerë vaj nga një kompani në Poloni, e po ashtu edhe grur, një sasi grurin nga një kompani në Turqi, duke shmangur procedurat e prokurimit, pra në kundërshtim me ligjin për prokurim, dhe kësaj pra i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit 3 milion euro për sasitë e miellit dhe vajit që asnjëherë nuk ishte arritur në Kosovë. Derisa, siç e thashë më herët, Ridvan Muharremi, do thotë afaristi, pronar i një kompanie biznesi në një restoran, më konkretisht në Prishtinë, akuzohet se i kanë ndihmuar ata në kryerjen e veprës penale keqpërdorim i detyrës zyrtare. Dhe një pyetje, Valmira, më 13 janar është caktuar seanca radhës. Janë 5 javë nga sot. Po. Ka ndonjë arsyetim se pse pas 5 javësh mund të kishte qenë pas 2 javësh për shembull? Kjo zakonisht edhe ndodh që në seancat e tilla gjyqësore të ketë edhe pas një muaji seanca, ndonjë edhe më herët pas disa javësh, por kjo u vendos me pajtimin e të gjitha palëve të përfshira në proces, që 13 janarit caktohet data e radhës për mbajtjen e seancës së shqyrtimit fillestar, e cila sot u ndërprej për shkak të, siç u tha nga trupi gjykues, mungesë të kushteve, në mungesë të ministres Hajdari dhe po ashtu të avokatit të Irfan Lipovicës, i cili po ashtu pra në këtë seancë
mungoj dhe kishte dërguar një zyrtare ligjore të zyres së tij me arsyetimin se ka pasur të shkojë me sa kuptova në një gjykatë tjetër. Palmira, faleminderit shumë që erdhe sot për këto hollësi. Faleminderit Lorek.